thot I madhi Allah: Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ty dhe mu na drejtohet Zoti, o ju që besuat Allahun, keni frikë Zotin e madh, respektoni Allahun, wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Dhe mos vdisni as se si, vetëm se wa antum muslimun, vetëm se si musliman. Mesazhi I parë është, nuk mundesh me vdek si musliman, Allahu po drejtohet o ti që besove Allahun, nëse don që këtë besim me rujt, dush me shtu frikën ndaj Zotit madh. Frikë respektin. Ty friga respektit çon në xhami, me agjeru, me respektu prindin, me bo vepra të mira, mu rujt pi haramit ashtu me radhë. Prandaj grada e njeriut në xhenet është mbas frikës ndaj Allahut. Por mesazhi jem ndaj ju dhe ndaj vetvetit është: Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mos vdis as se si vetëm se si musliman. Nuk ka dikun ajet, nuk di dikun që thot Allahu apo Resulullahi më pleqni banu musliman. S'ka. Banu musliman në dakikin e funit. Zar është. Por çka thot Allahu? O ju që besoni, keni frikë Allahun, e mush me energji tani jetën tënde edhe në fund të tej, me gjithë frikën ndaj Allahut. Që ke besu Allahun dhe ke respektu Zotin, në fund të wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mos vdis as se si vetëm se si musliman. Ky ajet nuk thot mos jetoni si musliman, por thot mos vdis si musliman. Përveç se si musliman, mos vdisni ndryshe vetëm se si musliman. Kjo thirrje e Allahut për ty dhe mu na tregon dëmshmëri, dashuri, për më tërheq vërejtjen e Allahut se ti s'm kimi hik momentit vdekjes. Krejt na qëto, a ka dikush që sukon të vorët? A ka diku në renditje të vorreve 90 vjeçart me një rend, 80 me një? Apo diku në gjen një fëmijë 2 vjeçar ka vdek, dikush 12, dikush 17, dikush 90, dikush 80? Dëshira absolute e Zotit është për ato vdekje, Allahu inshallah musliman gjithë Allahu në xhenet I çon. Por vdekja 2 vjet, 15 vjet, 20 vjet, 30 vjet, 70 vjet, nuk e din, je qu sot ama nuk e din nesër, ti sot ban plan për nesër, ama Allahu sot ta merr shpirtin. Na gjithë patëm frikë për shkak frymës, ernave dhe tornadove dhe damave ekonomike. Ama kërkush nuk e ka dertin, masanena haron, në çfarë gjendje dush me vdek ti? Prandaj thot pejgamberi alayhis salam, veprat vlerësohen sipas përfundimit të tyre, innamal a'malu bil khawatim. O vëllezër, shumë njerëz kanë pas plane për nesër, ama nuk janë sot. Për nesër, për masesër ka bë plan, nuk janë. Prandaj njeriu me çka jeton me çata vdes. Jeton me namaz, jeton me sejdë me ata vdes. Jeton me Kur'an me ata vdes. Dhe kështu neve na porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që shpesh herë na para se më thon me fal namazin thojnë o xhamat. Fal në namazin, kështu na ka porositur Resulullahi, sikur me qenë I fundit dhe takimi I fundit me Allahun. Ka njerë që tu pi xhamatit tonë, e ka fal namazin qetër e kena përcjell të vorët. Ndoshta edhe ti që jetu më dëgju, ndoshta edhe une. Ndoshta është takimi I fundit me Allahun. Ku ka takim më të mirë me Allahun se me sejdë, me Kur'an? Une, dhe për përfundoj, kam pas xhamatlin fshatin Shishov, që më ka vdek në sejdë, ama I burr kur nuk e ka lënë namazin pas se në sejdë në xhami të e fal namazin 5 kohë. Nëse ka jetu me sejdë ta një jetën, ashtu ka përfundu. Hoxhallarët e tonë, baballarët e tonë, gjyshtë e tonë me Kur'an kanë vdek, pse se me çata kanë jetu dhe me çata kanë vdek. Prandaj kanë thënë ulemaja, kush jeton mbi diçka, mbi ata vdes. Nëse gjuha jote është e mësuar me dhikr, ka gjasa me përfundu me dhikrin Allah. Nëse balli jëtë është mësu me sejdë, ka gjasa me përfundu në sejdë me vdek. Prandaj të shfrytëzojmë këtë jetë, se nuk e dim kur na vjen fundi. Prandaj e lutim Allahun e Madh që Allahu të na bën nga ata që jetojmë si musliman dhe vdesim si musliman. Kështu na porosit Allahu, o ju që keni besuar Allahun, keni frikë Allahun dhe mos vdisni as se si vetëm se si musliman. Nëse e ki platformë frikën ndaj Zotit dhe me vdek si musliman, pasha Allahun ki me vdek si musliman. Allahu na marr shpirtin me iman, ja Rabbel Alamin. Allahu I bab vorët e vdekurve tan baçe pe baçeve të xhenetit. Allahun e lusim që të na ruaj nga katastrofat dhe nga dënimet në këtë dynja dhe në ahiret, ja Rabbel Alamin. Allahu inshallah nuk na trishton as në natën e vorrit, as në momentin e vdekjes.
Allahu na baf nasib shahadetin në momentin e fundit. Kjo është fitoria më e madhe.